Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi sërish tek vizita e presidentit të SBA-s Donald Trump në Kinë, pra për takimin që do të ketë me Xi Jinping. Dhe sigurisht kjo vjen në një kohë, siç e tham, kur rivaliteti midis dy ekonomive më të mëdha në botë po formësohet gjithnjë më shumë, sigurisht nga konkurenca ekonomike, leadershipi teknologjik, por edhe ndikimi global. Kam të ftuar në këtë pjesë të dytë zotin Erdian Lezi. Ju përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje, nderuar, kënaqësi për ftesën. Zoti Lezi, atëherë ta nisim me takimin e Donald Trump pra me Xi Jinping në Kinë. Pse pikërisht Donald Trump po shkon në këtë moment pra në kulmin e luftës me Iranin në Kinë dhe çfarë do të kërkojë realisht nga Pekini? E vërtet është nderuar, siç e thatë edhe ju në parantezë të këtij panelit, arsyet e vërteta janë pikërisht kjo vizitë bëhet në një moment kritik, në marrëdhënies midis dy shteteve, dy aktorë më të fuqishëm sot botë në aspektin edhe konkurrencës tregtare, por edhe gjithë çkaje që lidhet me këtë konkurrencë, në teknologjinë, armatimet, çështjen e Tajvanit, marrëdhëniet me Korenë, sidomos edhe konfliktin në lindjen e mesme me Iranin, i cili është në një pikë kritike të këtij konflikti dhe ky takim merr një rëndësi të veçantë pikërisht edhe për këtë agjendat që janë para tij, ku kushtrohen çështje të një rëndësie të madhe, që do vendosen edhe ardhmja e marrëdhënieve midis shtetit, po edhe dinamikat e zhvillimeve edhe të konfliktit në rastin konkret, konfliktit në linjën e mesme, ku po diskutohen edhe për pikat për arritjen e marrëveshjes, negociatat të cilët janë, por që nuk kanë ardhur në një moment konkludues të saj, dhe duke pas parasysh se çfarë përfaqëson Kina këtë raport me Iranin si mbështetja kryesore e tij mbrapa vijë, pa cilën nuk është siguruar e fitore e SBA-s dhe ka garantuar në farë mënyrë dhe mbijetesa rezistenca e Iranit. Kina merr një rëndësi shumë të veçantë për të diskutuar të gjitha këto pikat që kanë bën qoftë në aspektin e tregtisë globale, kemi parasysh tarifat që kanë vendosur ndaj mallave kineze, sikundër edhe aspektet e tjera të sfidave të sigurisë, kemi parasysh marrëdhënie me Tajvanin, ku SBA-ja është furnizuesi kryesor i armatimeve në Tajvanin, dhe këto çështje mund të përdoren edhe shkëmbim për të arritur marrëveshje për çështje të tjera. Kemi parasysh mund të përdoren edhe si monedha shkëmbimi, që Trump është i prirur në këtë lloj, po themi, marrëveshjes transaksionale, në kuptimin e asaj që në bazë të cilës qëndron parimi mjep t'jap, po t'jap diçka nga Tajvani apo një lehtësim të tyre tarifave, po sikundër na mundso edhe arritjen e marrëveshjes në krizën me konfliktet e Iranit për sa i përket ngushtisjes së Hormuzit, e cila është bërë, po themi, sherrri kryesor, dhe ndjen edhe pasojat e kësaj që nuk po jepet një zgjidhje. Janë shumë çështje për të diskutuar, kemi parasysh që këto lidhen edhe me formatin e gjitha atyre të cilët shoqërinë Trump. Kemi parasysh përfaqësuesit më të lartë të teknologjisë amerikane, cilët janë edhe ato pjesë e kësaj diskutime, çështje tregtare, çështjet e marrëdhëniet të SBA-s me Tajvanin, me Alat dhe të tjerat, por në fokus kryesor gjithashtu është edhe kriza në linjën e mesme, dhe zhbllokimi i situatës në kanalin e Hormuzit. E qartë, zoti Lezi, nga ana tjetër, sa rrezik ekziston që lufta SBA-Iran të shndrohet ndërkaq një konflikt shumë më të gjerë global, ku të përfshihen këtu Kina, por edhe Rusia? Nderuar, pra të them që ky takim është i mipritë dhe është në një moment krucial të zhvillimit të luftimeve në këtë linjë mesme, dhe thash që mbijetesën e këtij konflikti në kuptimin e asaj të pakursyes që është dhënë Iranit nga ana e Kinës, qoftë infrastrukturë në sisteme mbrojtëse, po ashtu në elektronik, në informacion,
sikundër edhe nga Rusia, ka bërë që ky konflikt të zgjatet, të rritet kosto e tij dhe Irani të fitojë kohë dhe të lodhet. Ndonë strategjia e përdorur nga palët është që Irani synon ta lodhë SHBA-n, të arrit koston e konfliktit dhe të efektet e cilet do të shtrihen gjithandej, të jenë efekte globale, nga ky rajon të jenë efekte globale, në mënyrë që synon të prishet e kohezioni ndërkombëtar lidhur me mbështetjen që kërkon SHBA-ja në këtë konflikt. Dhe shkaku kryesor i saj është pikërisht është Rusia dhe Kina dhe Rusia, pa të cilën nuk mund të vazhdojë, pa mbështetjen e cilën nuk mund të vazhdojë. Për këtë arsye që nëse do të kemi një rezultat, një marrëveshje nga ky takim i shumë pritur në një moment kritik, edhe të kryej zhvillime, po edhe luftës tregtare midis dy aktorëve më të rëndësishëm, do të kemi paqe apo të kemi vazhdimin e saj. Dhe në varësisht nga kjo, dinamikat janë të tilla sa që konflikti mund të përshkallëzohet, do të vazhdojë rezistenca e Iranit në strategjinë e zgjedhur prej tij që mbrojtëse, por edhe kundërsul në kuptimin e asaj që do të godas me infrastrukturën, me mjetet dhe sistemin e mbrojtjes raketore, por edhe gjithë ato të tjera të cilet Irani i ka treguar që i ka dhe i disponon dhe i mirë administron ato, sistemin e mbrojtjes raketore, goditjeve raketore, në ndeceve, e dronëve, të cilët kanë sjell pasiguri, jo stabilitet dhe panik në lindjen e mesme dhe në kanalin e Hormuzit, ngushticën e Hormuzit, dhe kjo marrëveshje, ky takim ka pikërisht këtë rëndësinë më të madhe, ndalimin e konfliktit këtu, por që nuk është thjesht vetëm ky, por është edhe çështje të tjera të rëndësishme që ndajnë të dy aktorët më të rëndësishëm për ato të cilët ato kanë shqetësim marrëdhënie me një tjetër. Kina dihet që është një kërcënim real për SHBA-n dhe është i paraparë i tillë edhe në dokumentat e reja strategjisë sigurisë kombëtare, në dallim ato të mëparshme që Kina shihet si kërcënimi kryesor ekzistencial i SHBA-s në këto momente dhe si i tillë ka marrë një vlerësim në analizat e vlerësimit të mjedisit sigurisë i botë. Kina shihet si kërcënimi kryesor ekzistencial në dallim me në çastin e mëparshme që kishte, qoftë kjo edhe me Rusinë, e cila sot shihet si konkurrent, po jo si kërcënim rajonal, ndërkohë që Kina ka një status disi më të fortë në kuptimin e konkurrencës dhe një sfidës globale, për çështjet globale, cilat qoftë aspektit tregtar, por ato të aspektit të sigurisë. Kemi parasysh shtrihen gjithandej të investimeve kineze përmes projekteve gjigante globale One Belt One Road, e cila është një kërcënim jo vetëm për mallat amerikane, por gjithë globin, qoftë në linjën e mesme, në linjën e largët, në SHBA-n, në Amerikën Latine, në Bashkimin Evropian, dhe si tillë është parë me këtë sy, kemi parasysh konkurrenca shumë e madhe e mallave kineze në raport me amerikanë, gjë e cila e bëri që Trump të ketë një ndryshim të çasti, të shpallë një luftë tregtare mallave kineze përmes vendosjes sankcione, por rritjen e tarifave për këto malla, por edhe për të gjitha vendet importuese të mallave kineze, të cilët janë aleat të SHBA-s. Është një luftë tregtare e cila është në thelbin e gjithë konfliktit dhe lidhur me të marrëveshjet që do arrijnë, nëse do të arrijnë, do të sjellin efekte dhe do të çojnë edhe në arritjen e marrëveshjes edhe pushimit edhe në lindjen e mesme, sepse në thelbin e këtij konfliktit janë pikërisht këto aspekti ekonomik, aspekti tregtar, ku në zona tashmë janë të realizuar si zona ndikimeve geostrategjike, geoekonomike, përplasësh midis këtyre bloqeve, dhe rasti dhe shembulli i Iranit ne kemi treguar që është më tipiku dhe konkret i kësaj përplasje. Sikundër është edhe ajo e Ukrainës, por lidhur me Kinën është kjo që merr një rëndësi shumë të madhe pikërisht edhe ky takim, ku nëse do të arrihet kjo marrëveshje, kemi parasysh që do kemi edhe një pushim të shpejtë, edhe një kristalizim të situatës, një pashtim të kësaj zone. Qartë.
Zoti Rezi, nga ana tjetër, a mundet të përdorë Kina tashmë krizën e rritjen e mesme për të zgjeruar ndikimin e saj global dhe për të dobësuar Amerikën nga ana tjetër, dhe kjo vizitë tashmë e Trump në Pekin, mendoni se është pranimi i saj se SBA nuk mund ta menaxhojë tashmë e vetme krizën globale? Shikoj nderuar, po të shohim me rreshtimin e bllokëve sot janë reavizuar Brexit, po jo vetëm ato të karakterit geostrategjik dhe gjeoekonomik. Kina është përfaqësuesja kryesore e sistemit multipolaritet, në kuptimin e sistemit multilateral me Rusia, Kina, dhe vendet e jugut, të cilët janë rreshtuar për krah në alternativën konkurruese ndaj perëndimit. Dhe kuptohet kjo ka qenë një sfidë e hapur në aspektin jo vetëm ekonomik financiar, por në çështjet e sigurisë. Dhe si i tillë është parë një zgjerim i këtij bllokut ndaj bllokut perëndimor, dhe gjithë konfliktet që ndodhin anë mban është pikë parë është një përplasje gjeopolitike, gjeostrategjike e bllokëve dhe gjithë shteteve anëtare të këtyre bllokëve respektive në raport me njëri tjetrin. Dhe Irani, duke pas parasysh rreshtimin që është për krah Kinës, Rusisë dhe bllokut euroaziatik, shteteve të jugut, si pjesë anëtare e saj Brexit, po jo vetëm, kemi parasysh merr një rëndësi të madhe edhe mënyra se si trajtohet kjo çështje e diskutimit, dhe mund shihet edhe si një instrument me cilën palët në bisedime mund ta përdoren si koncesion të njëra tjetrën. Ai që thamë, do marrëveshje transaksionale apo marrëveshje tregtare, në thelbin e saj që lën japësi këtu të jap një mundësi tjetër diku tjetër, dhe si tillë mund të shihet si monedë shkëmbimi, po nuk besoj që rasti i Iranit është kaq i lehtë në kuptimin e saj, duke pas parasysh trashëgiminë historike, politike, religjioze, atë perandorake të Iranit, të cilët kanë një krenari, po themi krenari që lidhet me historinë e Iranit, të regjimit të tij, dhe janë disa shtylla që e mbajnë mbijetesën e tij krahas kësaj mbështetje ndërkombëtare, por që absolutisht është e vërtetë që në këtë lloj rrështimi palët kanë detyrime për njëra tjetrën, në kuptimin e asaj që për aq kohë sa do të mbështes, jemi detyruar që të përdoret edhe kjo situatë në funksion të arritjes marrëveshjes globale, dhe nuk është habi dhe çudi që marrëveshja me Dan Samiti SBA-s me Kinën, në rastin konkret takimi Xi me presidentin Trump, përfshin agjentën e Iranit absolutisht, madje mund të jetë ndër edhe kryesorët, sepse të tjerat janë derivative, në asaj që thelbin e tyre janë tregtia, janë teknologjia, informacioni, janë sfidat e sigurisë në Kinën Jugore, me Tajvanin, po edhe marrëdhënien me Korenë e Veriut, po edhe me gjithë të tjerat, rrethjak si kundër edhe me Rusin, dhe këto çështjet globale gjithmonë kanë janë ato të cilët sfidat janë ato që i bashkojnë dy superfuqitë apo aktorë, në dallim me ato që mund t'i ndajnë, dhe të mëdhet bëjnë ata që duhet, e kemi thënë, ata që duan, ndërsa të vegjëlit, po jo në rastin e Iranit, bëjnë ata që duan, ato të mëdhet që imponohen përmes rregullat e tyre, përmes marrëveshjeve. Dhe ky takim, po jo vetëm ky takim, po edhe këto konfliktet rajonale, po me efekte globale, e kemi thënë që janë edhe një test i sistemit marrëdhënieve ndërkombëtare, ai që quhet konfigurimit e tij në një sistem multipolar ku pranohet tashmë ekzistenca e disa poleve, nga një ranë perëndimi kolektiv, ai që quhet perëndimi kolektiv me vlerat mëstojnëse të saj të lirisë, demokracisë, sistemit të drejtës, mbrojtjes të drejtave të njerëzit, ekzistenca e OKB-s e shumë institucioneve globale të cilët ndërmojnë këto rregulla, por nga ana tjetër kemi një sistem alternativ të cilët nuk i pranojnë kundërthëniet e tyre, duke u nisur thjesht nga interesat nacionale të këtyre shteteve dhe bllokëve, të cilët janë në rivalitet me to, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin e sistemit financiar të ndryshëm nga i perëndimor, po ashtu edhe në aspektin e rregullimit të sistemit ndërtësisht sipas normave dhe vullneteve të tyre, do të kërkojnë që ta sfidojnë këtë sistem
gjithmonë në kuptimin e forcës dhe fuqisë që kanë këto shtete. Në një farë mënyrë sistemi është i rënd de facto, jo de jure, pa aq kohë sa ato ekzistojnë, por që nuk funksionojnë de facto, kemi shkeljet ligjit luftës, siç janë konfliktin në Gaza, po ashtu në Iran, po ashtu edhe në konfliktin Rusi-Ukrainë. Superfuqitë dhe shtetet e forta bëjnë ata që dëshirojnë të bëjnë, ndërsa të tjerat janë të detyruar të imponohen vullnete të mëdhenj dhe bëjnë ata që të mëdhenj dëshirojnë të bëjnë. E qartë, mirë zërezi, e mbyllim me atë çka ka ndodhur nga Arabia Saudite, e cila ka kryer sulme të papublikuara ndaj Iranit në një shenjë hakmarri për sulmet e kryera gjatë luftës në Lindjen e Mesme. Dhe kjo e thënë sipas dy zyrtarëve perëndimor të informuar për këtë çështje, por nga ana tjetër dhe dy zyrtarë iranian. Pse Arabia Saudite, zoti Lezi, vendosi të godas drejt për drejt Iranin dhe pse këto sulme u mbajtën të fshehta dhe nga ana tjetër, a është ndoshta duke u përpiqur SBA-ja të përdorë aleatët arab për të dobësuar Iranin pa hyrë vetë pra në një luftë drejt për drejt? E ndëruar, dihet tashmë dhe rivaliteti që ka dhe Arabia Saudite, një shtet me shumicë suni në raport me Iranin që janë shiite, dhe kuptohet konkurenca atyre gjithmonë ka qenë e hapur, por edhe fshehur për rivalitet dhe për dominim të lindjes me dhe kush do të jetë shteti lider, dhe në asnjë rast Irani po edhe Arabia Saudite nuk e kanë pranuar njëri tjetrin në këtë lloj përpjekjesh. Don projeksionet e Iranit në lindjen e mesme tashmë janë të njohur përmes proksave të vetë, qoftë milicisë shiite, qoftë në Sirinë, në Irak, në Hezbollah, në Gaza, Houthit në Yemen, por dihet nga ana tjetër edhe aleanca që ka Arabia Saudite me SBA-n, dhe çfarë vetvete përfaqëson në aspektin jo vetëm demografik, por edhe në aspektin gjeografik, por edhe që është pjesë e gjithë marrëveshjes që SBA-ja ka pas në kuadrin e asaj të marrëveshjes Abrahamit për të paqësuar lindjen e mesme, i ka paraprik kësaj me marrëveshjen me Arabinë Saudite dhe shtetet e tjera arabe në kundër balancim me atë që Irani ka tentuar ta sfidojë, dhe gjithmonë Irani në këtë konflikt i ka paralajmëruar shtetet të cilet do të jenë në pjesë e rreshtimit të bllokut me Izraelin dhe me SBA-n, të cilët do të sulmojnë, do të cënojnë sovranitetin e Iranit dhe interesat e tij, duke dhënë shenja atyre që unë jam i gatshëm për të sulmuar në rast se ju do të jeni pjesë e kësaj aleance dhe do të më kërcënoni. Dhe pavarësisht skenarëve apo pavarësisht që nuk janë bërë të njohura, kjo kanë qenë qëllimore në funksion të asaj që nuk ka tentuar që të përshkallëzohet ky konflikt, sepse nëse do të përshkallëzohet në gjithë lindjen e mesme, kemi parasysh do të kishim një panoramë të tjetër, nisur nga fakti që gjitha këto shtete nuk janë shumë fragjile për sa i përket goditjeve të mundshme që mund të vinë nga Irani, nga potencialet e mëdha që ka sistemi raketor atje, nga infrastruktura e fortë e bollshme e Iranit, nga gjeografia e tij, cila është avantazh konkurrues në raport me këto vende të tjera, të cilët janë vende me shkretir, por që kanë një infrastrukturë energjetike të tillë saqë është lehtësisht të ekspozueshëm nga rrisjet e goditjeve, dhe Irani ka paralajmëruar që nëse ju do të vazhdoni ta mbështesni, atë gjithë infrastruktura kritike do të bëhet prej këtyre goditjeve, dhe pikërisht nga kjo për të mos përshkallëzuar këtë konflikt dhe duke dhënë mesazhe drejt për drejt të Iranit ndaj tyre, që nëse ju do të bashkoheni apo do të godisni, atëherë unë do të godas çdo gjë, çdo lloj objektivi, dhe pikërisht këtu janë frenuar palët. Gjithë shtetet arabe janë frenuar dhe kanë marrë përsipër edhe atë rrezikun e madh që mund të vijë. Ke parasysh jo vetëm Arabia Saudite, e cila është goditur, por po kështu edhe Emiratet e Bashkuara, Katari e të tjerë, të cilët çfarë janë rreshtuar për krah të bllokut, por nga ana tjetër nuk kursehen përmes struktura dhe shërbimet e tyre të marrin në marrëveshje negociata për të dhënë mesazhe të ndërsjellta që për të arritur marrëveshje dhe për të mos eskaluar konflikti në gjithë lindjen e mesme, sepse po të përshkallëzohet konflikti, atëherë më së shumti do të jenë të humbur gjithë lindja e mesme, popujt dhe shtetet e këtyre vendeve, dhe më pas ato të cilët janë për krah.
përkrah dhe mbështet. Nisur nga kjo, në analizën edhe interesave dhe po dhe rrisjeve që i bëjnë këto shtete, i kanë qenë shumë të kujdesshme, sepse ato janë bërë edhe prej goditjeve. Kemi parasysh goditjet në Riyadh, po ashtu edhe në Katar dhe në Emiratet e Bashkuara, të cilet kanë afektuar edhe në aspektet e tjera të ekonomike dhe financiare, jo vetëm thjesht në furnizimit që këto shtete si pjesë OPEC-ut furnizojnë gjithë përmes kanalit të Hormuzit gjithë vendet e botës, ku qarkullon rreth 20% e naftës dhe gazit të lëshëm për pesticide dhe derivative, por që kjo konflikt ka afektuar edhe ndikimin ekonomik dhe atë të turizmit. Da kemi parasysh një bjerje të numrit të turistëve, rrënje të numrit të trafikut ajror, të cilët janë burimi kryesor i të ardha për këto vende, dhe tashmë ato me këtë konflikte kanë humbur atë shkëlqimin dhe destinacionin e vendeve turistike apo transaksioneve për investime. Kemi parasysh qoftë Riyadhit, po ashtu edhe Dubai e kështu me radhë, nuk janë më tash si vende atraksioni për investimet e huaja, po për interesin e bizneseve të fuqishme, sepse ato janë të ekspozuar nga këto konflikte. Dhe ky konflikt i tregoj më së miri që ato do të jenë shumë të kujdesshme në raportet e marrëdhënieve midis njëri tjetrit, dhe sidomos me Iranin, sepse sfidat e sigurisë të tyre janë shumë të ekspozuara dhe të pambrojtura, dhe nuk ka një garanci. Ky konflikt në farë mënyrë e nxorri gjithë lindjen e mesme, e nxorri në sensin e asaj klakurisht, në kuptimin e asaj pa forcën e tyre në raport me çështjet e kryesore të sigurisë dhe të mbrojtjes, të cilet tregojnë që janë të pambrojtura në këtë detim, pavarësisht faktit që natyra ju ka dhënë shumë mundësi në aspektin e burimeve natyrale të naftës, gazit e kështu me radhë, por në çështjet e sfidat e sigurisë ato ngelen hapur në raport me Iranin. Dhe Irani tregoi që është shteti më i fuqishëm i lindjes mesme, nuk ka përdihet me kollaj, ai posedon dhe ka një aftësi deterrence strategjike në kuptimin e përdorimit të qoftë pushtetit gjeografisë që ka dhënë gjeografia, atë që thot Tim Marshall apo Kaplan, si do të gjithë shtetet janë shumë të kujdesshme për të goditur Iranin. Kemi parasysh që do të futen në kursin e të Burgosit nga gjeografia, dilemën e të Burgosit, por që jashtë edhe posedues, po themi me ndikim të rëndësishëm në ngushticën e Hormuzit. Do ka një ndikim të rëndësishëm, jo kontroll, por ka një ndikim të rëndësishëm, të cilët pasjell pasiguri, pasjell frikë, mungesë stabiliteti, dhe çdo kush që tenton të futet në marrëdhënie me lindjen e mesme, ke parasysh do të marrë një lloj licencë apo një garanci nga Irani. Dhe Irani koha ka treguar që është në forcën e tij, ka kapacitete për të ushtruar një lloj sovraniteti të kufizuar edhe për lirinë e lundrimit, po ashtu edhe për ngushticën, po ashtu edhe për çdo kënd i cili tenton ta cënojë atë në kuptimin e pushtrimit, sepse Irani është godit, është plagos rënd, nuk është asgjësuar në kuptimin e terminologjisë ushtarake. Ai po mbjeton, regjimi nuk u ndryshua, si ai programi bërthamor dhe rezervat e arsenali bërthamor ende ekziston, dhe Irani në terrorizmin e bisedimit po përdor gjithë këto instrumenta për fshirje edhe të kanalit të ngushticës së Hormuzit, po edhe çështjet e tjera të sigurisë që lidhen me programin e bërthamor, dhe sikundër edhe ndikimin e tij te proksat, sepse nuk e lën në jashtëvëmendjes dhe në pikat e diskutimit për marrëveshjen, edhe gjithë çështjet tërësore që kanë të bëjnë me ndikimin e tij në lindjen mesme, qoftë me Hezbollah në Liban, po ashtu edhe çështjen e Gazës, po ashtu edhe aleancat që ka me milicinë shiite në Yemen, dhe proktat e tij Vuthit në Yemen. Në marrëveshje do të jetë gjithë përfshirëse, nuk do të jetë thjesht vetëm çështje bilaterale midis Shërbaz dhe Iranit, por edhe me interesat e tyre respektive. Do të them që edhe ky takim do të jetë shumë i rëndësishëm në aspektin e rezultateve të cilët priten prej tij.
pavarësisht nga fakti se çfarë do të jetë ky rezultat, do të jetë e ardhmja e paqes apo e vazhdimit të luftës. E qartë. Mirë, zot Lezi, kemi arritur në fund. Ju falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Të përshëndes, nderuar, kënaqësi dhe për mua. Faleminderit shumë. Mirë, shikues të nderuar, kemi arritur në fund të këtij programi dhe për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish nesër. Deri atëherë, mirupafshim.